Jena një prej të parëve që kena marrë kafën Julius Miner prej Austrisë në New York. Jena të haptash edhe tretin. Nëse keni një ëndër të vogël si kjo jona për të bërë një coffee shop, mund ta bëni sa më të madhe. Unë jam rritë në Zvicër, të morë profesion si bokser. Atëherë në 2012 në erdha në Amerikë. Vazhdova karrierën profesioniste me boks këtu në Amerikë. Isha i menaxhuar prej familjes Dovolani. U ktheva mas 2 vjetëve në Zvicër. Mane kam ardhur, jam kthy prej Zvicrës në New York, apo jam kthy në Zvicër diku në 2018-19, kam hap një biznes këtu të parë në New York. Kur erdha në New York 2012-ën, shumë u dashurova këtu në qytet. Më pëlqej qyteti i New Yorkit, edhe kam pas si ëndër me u kthy këtu në New York edhe me qel diçka me punu edhe me jetu edhe me qel diçka me u marr me diçka me një farë biznesi. Unë fillimisht kam ardhur nëpërmjet studimeve në 2019-ën, rreth 6 vjet kam bërë bachelor edhe master këtu. Pastaj fillova me u marr me hapësirat komerciale për imobilje. Kështu fillova me gjetë hapësira për biznese tjera, do të thonë që se kisha në fillim si ide që do hape një biznes imi, po kështu fillova dhe unë duke u dashuruar me këto hapësirat komerciale, edhe jemi taku nëpërmjet punës. Sefi bënte rinovime, merri me rinovime për disa apartamente ose hapësira komerciale, dhe ashtu na ra që takoheshim. Në vitin 2023 hapëm lokalin e parë Zuri Coffee me Grisildën bashk. Ideja ishte si me pas një kafe jashtë normës të New Yorkit, se zakonisht kur vjen në New York i shef këto French coffee shop, Italian coffee shop. Që diu konë qëllimi që kena dash me pru pak atë shijen e Zvicrës në New York. Sefi e ka pas dhe më përpara se të hapej këtë konceptin e Zuri Coffee, gjithmonë sa herë ndaloni me kafe tjera. Nga që në ratë që të merreshim edhe pak me real estate, edhe pak me këtë konceptin e kafeve, qëlloi që në fakt veç kemi qenë duke hecë edhe pam for rent tu te ky xhami. Edhe që aty vendosëm me çu një email edhe e hapën. Një nga gjërat më të veçanta është që kemi bërë shumë kontakte me zvicerianë të tjerë në New York. Ka krijuar jo vetëm lidhje shumë të mira, po edhe kanë sjell produkte shumë të mira për Zuri Coffee, siç janë për shembull Alpina Swiss Bakery, edhe Spitzbüheli që na sillin gati çdo ditë në mëngjes fresh cookies, torte, Linzer tarts, Engadina tarts. Kemi dhe pije direkt nga Zvicra, siç janë Rivella. Lokacionin e parë kena hapur këtu në Upper West Side, ku jena tash në Broadway edhe në rrugën 79. Mas 6 muajve, edhe pse kena pas shumë punë me gjëra tjera, po keni koncept shumë i mirë, bënëm me lokacionin e dytë në Upper East Side, atë hapëm me një shok tjetër sa një partner shumë të mirë, a jetë Dovolanin prej Dibrës. Lokacion jeti shumë mirë, prej aty jena të haptash edhe tretin në 57-ën edhe të parën që i bjen Midtown Upper East Side. Jena një prej të parëve që kena marrë kafën Julius Miner prej Vienës, Austrisë në New York. Njihet si kafe e mirë, i kemi këto baristat i kemi shumë të mirë edhe ofrojmë një shërbim shumë të mirë të klientave. Kemi shumë dëshirë me kriju një skuadër shumë të fortë me Zuri Coffee. Në çdo lokacion i japim shumë motivim, i mbledhim punëtorët, bëjmë kështu fun games, gjëra si këto vetëm për të krijuar një lidhje sa më të mirë me njëri tjetrin. Edhe ky është qëllimi që të vazhdojmë edhe nëpër lokacionet e tjera. Grisilda e ka punën e vet, unë e kam punën time, edhe këtë punën e kafës po e bëjmë me shumë dashni edhe kena qef me rrita hala më shumë, me kriju një staf të mirë, edhe me bo sa më shumë kafe. Në fillim, kur është hap, ka menduar që në këtë zonë s'ka asfalt shqiptar, po çdo ditë nga një fytyrë e re. Kemi shumë shqiptarë këtu që vinë, na ndihmojnë, na mbështetin. Kemi shumë njerëz që janë për shembull këtu lokal që vinë për ditë. Kemi njerëz që janë të ri për shembull, vinë prej Zvicrës, dojnë me provu Zuri Coffee, se ajo është edhe ideja jonë që me bo Zuri Coffee një hotspot për zvicrantë, për shembull, që vinë zvicrantë në New York,
me thonë po shkoj në Grand Center, po shkoj në Times Square, po shkoj në Central Park, hajde po shkoj edhe në Zurich Coffee. A kjo është këtë ideja, më konë pikë ndalese për Zvicranët ose për çdo njeri që fol gjermanisht. Një nga gjërat më të bukura që ishte herën e fundit që ishim në Zvicër, është se na kishin nxjerrë në gazetë. Është një gazetë 20 minutën e ka emrin edhe na kanë qitë në gazetë aty në Zvicër ajo St. Tagblatt, që ku jetoj aty edhe natyrisht edhe më njohin edhe kanë një për këtë Zurich Coffee. E kanë qitë. Ndoshta prej klientëve më të rregullt që na vinë që është si fytyrë e njohshme është Jerry Seinfeld, është një moderator shumë i njohshëm amerikan, është kjo aktoria Amanda Seyfried, që ka luajtur në plot seriale edhe filma, është ky Al Pacino që u konë këtu. Kena për shumë njerëz që vinë edhe na mbështetin. Besoj që këtu vlerësohet shumë puna e madhe që shtin për shembull mundi që ti shtin si një djalë i ri ose si një çike e re për shembull me një punë vlerësohet shumë. Hard work që thonë këta amerikanë. Besoj që me neve e kanë shumë shifët kjo puna e palodhshme që e bëjmë brenda një viti që janë hap këto kafe edhe besoj që ajo është një vlerësim. Manhattan është një vend i rrezikshëm, o e bën o nuk mund me bëj, është kompetitiv edhe njerëz ka shumë që mund më konë edhe mirë edhe keqe, po besoj që nëse je mund m'ja dal në New York, në Manhattan mund m'ja dal gjithkohë në botë. Në Zvicër jena si familje, jena shumë motë, jena gati 40 vjet aty për shembull dhe e kena një jetë shumë të mirë, po apet dojsh me dyqysh me këshyr sidomos me këshyr një fascinimi tjetër, kjo është e këtë ideja që zgjodhëm me Manhattan. Na shkojmë në Zvicër çdo 2 muaj edhe furnizohem me plot sene të reja që ka, si morim pjesë në për festivale, në për eventa. Shkojmë shumë shpesh në për evente, në për panajire, vetëm për të parë çfarë ka dalë në çokoladë e re ose produkt i ri që mund ta fusim te Zurich Coffee. Mesazh, jeta është sfiduese, jo gjithmonë shkon mirë e drejt, ka ndonjëherë të poshtë e naltë, për shembull që shkon, po kryesori është mos më dorëzuan me vazhdu atë synimin që e ki. Po se provove vetë, për shembull nuk e din kur që a ki pas me arrit apo jo. Keni frikë me marrë rreziqe përsipër? Nëse keni një ëndër të vogël si kjo jona për të bërë një coffee shop, mund ta bëni sa më të madhe. Edhe hajdeni provoni Zurich Coffee edhe leni good review.